Pa gjithë kjo familja e lën vajzën dhe zhduket nëna. Që aty nuk ka në fakt, sepse për hirës vërtetës u gjandën gjurmë të nënës, dhe që nga i moment babai dhe familja e tij, pra gjyshja, nana babaj, pretendonin që përderisa ka braktisë, ne kemi drejt marrim vajzën tonë. Kishte një vendim të parë, por i cili apelin pastaj gjykata e lartë nuk e kam ndjek, i cili thoshte që edhe këto prit adoptues janë pa përshtatshëm për të marrë një fëmijë në moshën e tillë pasi ishin 70 sa vjeçar. Janë të moshuar dhe janë të pa përshtatshëm për të arritur një fëmijë. Ashtë dhe vogël, një fëmijë 9 vjeçar. Dhe u refuzu adoptimi. Ata hodhën në apel. Nuk ka arsye të adoptohet një fëmijë kur babai është i gatshëm ta marrë.